kalkulimet që po të tërgojrosin 48%. Mitrovic, Kastrati, Avni Kastrati ka fitu në rundin e parë. Në rundin e dytë ka humbë, edhe ka fitu Agim Batiri. Edhe shumë vende ashtu, kështu që kalkulimet bojnë edhe shumë bide. Shpenda Medi ka fitu. Mirë po, situata është ma komplekse në Prishtinë, sepse votues në partive tjera, PDK-ja ka qenë koalicion me LDK-n edhe është ndo keq. Ka qëndrime diametralisht kundërta me lëvizjen vetëvendosit. Të dyja i ka, si me thonë, goza largë. Shisho, unë tash dëgjova e lexova, falë edhe citatë, jo tregoj që di format. Në Pej, PDK-ja ka lidhur me koalicion parazgjedhor me LDK-n. Mitrovic, LDK-ja me PDK-n. Dëgjova. Sa është të vërtet nuk e di, po edhe diku në lexova. Po domethënë koalicionet e parë parazgjedhor kanë ndodhur. Domethënë këtu Jo formal, se formal jo, se ata kanë kandidatë vetë. Ska vazhdo në roli, është munot. Po është një çështje tjetër, nëse veç pak zhvilloj edhe matutje qatë vi logjike që e nisë. Ky po thotë, nëse Prishtina humbet, LDK-ja nuk është në pushtet qendror, i hu paret e mëdhaja në Prishtinë edhe Lumir Abdigjiku bjen. Jo, po thotë, për me majtë pushtetin Lumir Abdigjiku, ka më detyru me bo koalicion me vetëvendosin. Qashtu për marrë veshën e? Një vit tjetër në mediat Kosovës është që nëse përparim Rama fiton, Lumir Abdigjiku bjen edhe ashtu, për shkak se këfuqizohet pasi tepër. E kemi rastin e Isa Mustafës. Lumiri është nërmjet qysh me thonë. E kemi rastin e Isa Mustafës. Ishtë mirë. E kemi rastin e Isa Mustafës, sa nuk isha çudit, mirë po kjo ndodh në Parti Demokratike, nuk ndodh vetëvendosje. Për shembull, kur u fuqizoi ke Arben Viti ose Shpenda Medi, i hekshim i partisë. Çfarë është problemi? Formojshin fraksion ata. Po, je ka thonë që se krejt ideja e lirimit... Po, ne kuptova, qartë. Të dy teorit janë logjike edhe legjitime. Po, jo, ne mendoj që ati i konvenon çfarë do opsioni me fitu Prishtinën. Dhe me thonë, pastaj shtrohet gara për kryetar të partisë, dhe cili të merë vota, s'ka kur gjë të keqe, është një vargare aty. Parimisht po, s'ka të keqe. Po qashtu është, po. Si lider, është shumë a mirë që kandidati jëtë me fitu kryeqytetin. Nëse fiton... Nuk bojnë kalkulimet e, është mirë me hupë. Unë e po boj koalicion me Albinin. Jo, ashtë asnjëherë që ajo është të po kalkulime me hupë. Nëse fiton, ajo është akoma ma i fuqishëm për me negociu në pushtet qendror. Po në regull është... A është... Jo, se